zëvendës kryeministra, ministra dhe zëvendës ministra, të nderuar qytetarë të Republikës Kosovës, të nderuar përfaqësues e punonjës të medjave, të nderuar punonjës të kryeministrisë, po takohemi sot në këtë mbledhje të qeverisë, të dytën brenda kësaj jave për të marrë edhe disa vendime të tjera shumë të rëndësishme për vendin dhe veçanërisht për jetën e qytetarëve tonë. Në mbledhjen paraprake miratuam disa vendime me rëndësi, ndër të tjera projekt ligjin për byron për verifikimin dhe konfiskimin e pasurisë së pajustifikueshme, vendimin për ndarjen e pagës së 13 për punonjësit që marrin pagë nga buxheti i vendit dhe po ashtu për ndarjen e 500.000 eurove për përfaqësuesën tonë në futboll. Jemi mbledhur sërish për të marrë tash vendime të cilat gjithashtu nuk presin e të cilat gjithsesi lehtësojnë e begatojnë përditshmërinë e qytetarëve tonë. Të nderuar qytetarë, që prej vitit 2020 kur filluam të qeverisim, por pastaj edhe nga viti 2021 tutje kur u rikthyem në qeveri, jemi përballur me sfida të mëdha globale, sfida këto të cilat kanë vendosur në situata të rënduara edhe vendet më të zhvilluara. Por ajo që mund të them me bindje të plotë është se secilës prej këtyre sfidave jemi përgjigjur përsëmbari me seriozitet e sinqeritet dhe kemi ndihmuar secilën kategori shoqërore, natyrisht më shumë ata të cilët kanë më shumë nevojë. Në mandatin e kaluar, krahas përgjigjeve tona me pakun për përballje me inflacionin si masë urgjente në njërin anë, kemi nisur edhe iniciativën për krijimin e ligjit që në publik njihet si ligji për çmimet tavanore tjetër. Kjo jo për ta penguar rritjen e zhvillimit të askujt, përkundrazi për të evituar keqpërdorimet në emër të krizave të vazhdueshme dhe rritjen apo fryrjen artificiale të çmimeve. Por ngjajshëm sikur shumë iniciativa të tjera, edhe ky ligj u pat sfiduar pas aprovimit në të dy leximit në Kuvendin e Republikës në gjykatën kushtetuese nga ana e opozitës. Dhe ja ku jemi shumë muaj pas me kriza të reja në sfond global që tash këto kriza e prekin edhe xhepin e qytetarëve tonë. Andaj po e risjellim për miratim këtë projekt ligj që vjen si përgjigje domosdoshme ndaj një realiteti e përvoje që qytetarët tonë kanë përjetuar. Rritje të papritura të çmimeve, paqartësi në treg dhe mungesë e mekanizmave efektiv për mbrojtje e ruajtje. Me këtë ligj ne nuk po hymë në tregun e lirë, por përkundrazi po e mbrojmë lirinë e tregut nga abuzimi. Ky projekt ligj vendos një balancë të domosdoshme ndërmjet funksionimit të lirë të tregut dhe përgjegjësisë së shtetit për të mbrojtur interesin publik në situata të jashtëzakonshme. Ai krijon instrumente të qarta për ndërhyrje të përkohshme, të targetuara dhe të bazuara në evidencë, në fakte, duke shmangur deformimet afatgjata të tregut. Përmes këtij mekanizmi sigurohet që çdo veprim i ndërmarrë të jetë proporcional dhe justifikuar në shërbim të stabilitetit ekonomik dhe mbrojtjes së konsumatorit. Njëkohësisht ky ligj rrit parashikueshmërinë për bizneset dhe garanton rregulla të barabarta për të gjithë aktorët në treg. Në thelb, kjo është një politikë që ndërton një ekonomi më të qëndrueshme dhe një shtet më të aftë për të përballuar sfidat e kohës. Ky ligj garanton furnizimin dhe çmimet përballueshme për produktet bazë në kohë krize, pastaj parandalon spekulimet dhe fitimet e pajustifikuara në kurriz të qytetarëve dhe më tej siguron reagim të shpejtë institucional kur tregu destabilizohet. Për herë të parë krijojmë mekanizëm të pavarur, bordin, i cili vendos mbi bazën e të dhënave dhe interesit publik e kursesit të interesave të ngushta. Le të jemi të qartë, kjo nuk është risi vetëm për Kosovën. Shtetet e Bashkimit Evropian kanë mekanizma të tillë. Dallimi është se ne deri më tani na ka munguar zbatimi i ligjit të tillë në praktikë
dhe qytetarët e kanë paguar këtë mungesë. Të nderuar kolegë, të dashur qytetarë, sot po ashtu po e risjellim edhe një tjetër ligj jetik për shëndetin e qytetarëve dhe shëndetësinë publike në përgjithësi. Edhe ky ligj po ashtu ka qenë i sfiduar nga opozita në gjykatën kushtetuese. Por, siç jemi zotuar, nuk do të ikim fjalës e shmangemi përgjegjësisë. Sot në rendite e kemi edhe projekt ligjin për sigurimet shëndetësore. Synimi ynë për të investuar në shërbime shëndetësore dhe për të garantuar sigurim publik shëndetësor me qëllim përmirësimin e cilësisë së jetës, do të konkretizohet me miratimin e projekt ligjit për sigurim shëndetësor. Përmes këtij projekt ligji kemi synuar dhe synojmë që njerëzit në nevojë të kenë mbrojtje më të mirë sociale duke ndikuar në uljen e varfërisë dhe të pabarazive. Ky projekt ligj krijon edhe një mekanizëm të drejtë solidariteti shoqëror, ku secili kontribon sipas mundësisë dhe përfiton sipas nevojës, duke e bërë sistemin më gjithëpërfshirës dhe më të drejtë. Ai vendos themelët për një financim të qëndrueshëm të shëndetësisë, i cili nuk varet nga rrethana të përkohshme, por garanton siguri afatgjatë për të gjithë qytetarët pa dallim. Përmes këtij modeli, ne synojmë të ulim pabarazit në qasje ndaj shërbimeve shëndetësore dhe të forcojmë besimin e qytetarëve në sistemin publik. Në të njëjtën kohë, ky është një hap i rëndësishëm drejt modernizimit të sektorit shëndetësor dhe përmirësimit të standardeve të trajtimit. Kjo reformë bën shtetin më të fortë në përmbushjen e detyrimit themelor, mbrojtjen e jetës dhe mirëqenies së qytetarëve. Ashtu siç kemi deklaruar, projekt ligji për sigurimet shëndetësore do të kontribuojë në ruajtjen e shëndetit dhe në mirëqenien e të gjithë qytetarëve, duke reduktuar barrën financiare nga shpenzimet shëndetësore. Ju faleminderit e tash po vazhdojmë me agjendën për mbledhjen e sotme, e cila nis me pikën e parë, shqyrtimi propozim vendimit për aprovimin e ekstrakteve të procesverbaleve dhe transkripteve të mbledhjeve të parë, 2 dhe 5, dhe ekstrakteve të procesverbaleve dhe mbledhjeve 3, 4 dhe 6 elektronike korresponduese të Qeverisë së Republikës Kosovës. Të nderuar kolegë, anëtar të kabinetit qeveritar, ekstraktet e procesverbaleve dhe transkriptet e mbledhjeve të përmendura janë shpërndarë në linkun e materialeve të mbledhjes së qeverisë. Nëse nuk keni ndonjë vërejtje, ju ftoj për miratim. Kush është për? Faleminderit, kundër nuk ka, abstenim nuk ka, konstatojmë që miratohet. Pika e dytë është shqyrtimi i projekt ligjit për shtetësinë e Kosovës. Ministria e Punëve të Brendshme ka propozuar miratimin e projekt ligjit për shtetësinë e Republikës Kosovës, i cili synon modernizimin dhe përmirësimin e kornizës ligjore për rregullimin e çështjeve të shtetësisë, duke rritur efikasitetin, transparencën dhe sigurinë juridike në këto procese, si dhe duke lehtësuar procedurat për qytetarët dhe diasporën në përputhje me standardet dhe praktikat ndërkombëtare. Për të paraqitur në detaje përmbajtjen dhe rrisitë kryesore të këtij projekti ligji, e ftoj Ministrin e Punëve të Brendshme, zotëri Xhelal Sveqilën, që ta merr fjalën. Faleminderit shumë, i nderuar kryeministër, të nderuar zëvendës kryeministra, të nderuar ministra, zëvendës ministra. Siç parashihet në programin legjislativ të vitit 2026, Ministria e Punëve të Brendshme ka propozuar